Ishte përndjekurit politik të Shkodrës ka nisur ditë të kujtesës ndaj torturave përgjatë regjimit komunist 45 vjeçar. Në aktivitetin që nisi nga monumenti që simbolizon qëndresën ndaj komunizmit në qendër të Shkodrës, kreu i shoqatës së ish të përndjekurve Zenel Drangu tregoi se aktiviteti i përvitshëm do shtrihet edhe kësaj here 3 ditë rresht. Në kuadër të revoltës paqit me datën 21 e përkujtojmë të gjithë të ranë të pranë memorialit në Shkodër, data 21 janë Spaq dhe 22 në Qafë të Barit. Pra janë 3 ditë që i përkujtojmë për çdo vjet. Ishte përndjekur politik, kërkuan që vëmendja e qeverisë të kthehet tek ata. Sot jemi në një gjendje të dëshpëruar, sepse ma pak se gjysa atyne që kanë të drejtën e shpërblimit për vujtit e tyne nuk janë shpërbly. Krijohet ideja se dikush shpret që të kalojnë brezat, se një brez kaloj 25 vjet. Jemi 35. Të kalojnë brezat e të vdesën njerëzit. Ne i bëjmë thirrje politikës shqiptare, shoqënisë civile, që të kujdesen për këtë shtresë. Mos harroni se përparimi i shqiptarëve arrihet vetëm në qoftë se jemi bashkë. Në qoftë se komi shqiptar formon forcë unike, përndryshe nuk ka të ardhme të sigurt dhe të qëndrueshme. Po ti ishe liderit e demokracisë, demokrat do të mushte kysh plagët tona. Por, shikjoni mirë, se nuk vjen demokracia prej kamaleonëve të kuq. Njënër ata, kamaleon, ashtë Berisha. Ma shumë përpjekje e guxim për jush si popull, se pa guxim, ju s'mund të shkapërteni as 1 metër kanal. Roft populli shkodran, me traditat demokratike dhe të sakrifisë. Ky monument do jeti përjetshëm, ne do bëjmë dhe i tjetër me emrat e të pushkaturëve në Shkodër. Do insistojmë derisa ta aprovohet o do bëhet se s'ban. Do t'ju kërkojmë dhe institucioneve ndërkombëtare që unë dua pasaportën europiane, absolutisht. Por unë jam pasardhës atyre që kanë themeluar Evropën. Dhe nëse nuk bëhet rishkrimi i historisë, dekomunistizimi i Shqipërisë, ne kemi falur dhe kemi 35 vjet, ne s'kemi vrarë asnjëri, as nuk vrasim. Se nuk jemi si ata, as nuk do bëhemi kurrë. Drejtuesi i politik i qarkut Shkodër për Partinë Demokratike Luciano Boçi kërkoi që të mbështeten ish të përndjekurët politik nga qeveria, jo vetëm financiarisht. Ka njerëz, cilët sigurisht duhet venerohen dhe duhet nderohen. Jo thjesht të dëmshpërblehen, po është detyrë e politikës. Falje dhe ndjes ka kërkuar Partia Demokratike dhe e bën këtë për atë dëmshpërblimin financiar. Po nuk është termi financiar ai që plotson nderin e këtyre burrave dhe grave. Jo, është respekti, është historia që duhet përcjell, duhet mbajtur gjallë, sot dhe ndër breza, e cila me qëllim sot luftohet, ndërsa më parë regjimi e kishte luftën me politikën, me njerëzit që e mbartnin politikën. Sot luftën e kanë me kujtesën, e kanë me historinë. Në këtë ceremoni që përkujton vuajtjet ndaj krimeve të komunizmit, morën pjesë edhe përfaqësues të SMAIT-s përmes nënkryetarit të Bashkisë Shkodër Alban Preka, ku vendosën kurora me lule.